Gjuha e parë e dashurisë, fjalët vlerësuese. Mark Twain dikur ka thënë: "Unë jetoj 2 muaj lumtur me 1 kompliment." Nëse do ta merrnim në kuptimin e parë këtë shprehje të Twainit, do të mjaftonin 6 komplimente në vit që ai ta mbante të mbushur gotën e dashurisë. Por me siguri që bashkëshortja do të ketë nevojë për më shumë se kaq. Një nga mënyrat për ta shprehur dashurinë emocionalisht është duke përdorur fjalë që zënë vend. Solomoni, autori i proverbave në Bibël, ka shkruar: "Gjuha ka fuqi të jap dhe të marrë jetë." Shumë çifte nuk kanë arritur kurrë të mësojnë fuqinë e jashtëzakonshme të vlerësimit të njëri tjetrit me fjalë. Po prap Solomoni ka shkruar: "Një zemër e dëshpëruar e rrënon njeriun, por një fjalë e mirë i jep kuraj." Komplimentet apo fjalët vlerësuese shërbejnë si mënyra të fuqishme për të komunikuar dashurinë. Ato mund të shprehen përmes konstatimeve pothuese të thjeshta dhe të drejtë për drejta, si për shembull: "Duke shumë bukur me atë kostum", "Duke shumë seksi me këtë fustan", "Më pëlqen shumë që vjen gjithmonë në orar për të më marrë nga puna", "Faleminderit që lajmërove dadon për sonte, dua ta di se nuk përfitoj nga kjo gjë", "Më pëlqen që je kaq i përgjegjshëm, e ndjej se mund të kem besim tek ti." Çfarë do të ndodhte me klimën emocionale të një martese nëse burri dhe gruaja do të dëgjonin kaq shpesh fjalë të tilla vlerësuese? Para disa vjetësh po qëndroja ulur në zyrën time dhe dera ishte hapur. Një zonjë po ecte në korridor dhe më tha: "Keni 1 minutë kohë?" "Patjetër, hyni." Ul dhe filloi të fliste: "Doktor Chapman, kam një problem. Nuk po arri dot t'ja mbush mendjen burrit për të lyer dhomën e gjumit. Kam 9 muaj që përpiqem. Çfarë nuk kam provuar dhe prap nuk arri ta bind që ta lyej." Gjëja e parë që më erdhi ndërmend ishte t'i thoja: "Zonjë, unë nuk jam kontraktues bojaxhish." Por në vend të kësaj thash: "Po ju dëgjoj." Ajo mu përgjigj: "Një shembull është e diela e kaluar. Ju kujtohet sa kohë e bukur ishte? Po e dini çfarë bëri burri im gjithë ditën? U mor me formatimin e kompjuterit të tij." "E leu dhomën?" e pyeta unë. "Jo, vazhdon të jetë e palyer. Nuk di më çfarë të bëj." "Më lejoni t'ju bëj një pyetje," i thash. "Mos ndoshta nuk i keni qejf kompjuterat?" "Jo, dua vetëm që dhoma ime e gjumit jetë e lyer." "Jeni e sigurt se burri juaj e di që doni të lyeni dhomën e gjumit?" "Po," ma ktheu ajo, "ka 9 muaj që ja them." "Po ju bëj edhe një pyetje tjetër. A bën ndonjëherë ndonjë gjë të dobishme burri juaj?" "Si për shembull?" më tha ajo. "Po ja, si për shembull të hedh mbeturina, të pastrojë insektet nga xhami i përparme i makinës, t'i hedh karburant, të paguaj faturat e energjisë, apo të varë xhaketën e tij." "Po," ma ktheu ajo, "bën disa prej këtyre gjërave." "Atëherë kam 2 sugjerime për ju. I pari, mos ja përmendni më bashkëshortit se doni që ai të lyejë dhomën e gjumit. Po e përsëris, mos ja përmendni më kurrë." "Nuk e kuptoj se si mund të më ndihmoj kjo gjë," mu përgjigj ajo. "Shikoni, ju sapo më thatë se ai e di që doni ta lyeni dhomën e gjumit. Nuk keni përse t'ja thoni sërish. Ai tashmë e di. Sugjerimi i dytë që kam për ju është se herën tjetër kur burri juaj të bëj diçka të dobishme, mund t'i bëni një kompliment. Nëse ai hedh mbeturinat, thojini: 'Dan, e vlerësoj shumë faktin që po më ndihmon dhe po hedh mbeturinat.' Mos i thoni: 'Më në fund t'i hodhe edhe ti një herë ato mbeturinat e shkreta.' Nëse e shikoni se ai paguan faturat e energjisë, vendosini dorën në shpatull dhe thojini: 'Dan, faleminderit që pagove faturat e energjisë. Pak burra e bëjnë këtë. Dua ta di se unë e vlerësoj shumë.' Ose: 'Faleminderit që i mbajte fëmijët sa të mbaroja unë projektin.' Bëjini një kompliment sa herë që ai bën vërtet diçka të mirë. Nuk e kuptoj se si do të ndihmoj kjo që ai të lyj dhomën e gjumit.
A më kërkuat një këshill? Dhe unë ju a thash. Është falas. Nuk u largua shumë e lumtur nga zyra ime, megjithatë 3 javë më vonë u kthye sërish në zyrën time dhe më tha: "Funksionoi." Ajo kishte mësuar se komplimentet ishin motivues shumë më të fuqishëm se fjalët qortuese. Nuk ju sugjeroj të përdorni miklimin verbal për të bindur burrin tuaj të bëjë diçka që ju e dëshironi. Objektivi i dashurisë nuk është të arrini diçka që doni, por të bëni diçka për të mirën e personit që dashuroni. Megjithatë, kur na thon fjalë vlerësuese, ka më shumë gjasa që të motivohemi për ta bërë edhe në këtë dhe për të bërë atë çka dëshiron bashkëshortja apo bashkëshortja jon. Fjalët inkurajuese. Të bëni komplimente është vetëm një nga mënyra për t'u shprehur fjalët vlerësuese bashkëshortëve tuaj. Një dialekt tjetër janë edhe fjalët inkurajuese. Fjala kuraj do të thotë nxisësh kurajën. Të gjithë ne jemi të pasigurt në një fushë apo në një tjetër. Na mungon kuraja dhe shpesh kjo na pengon për të arritur gjërat pozitive që dëshirojmë të arrijmë. Potenciali i fshehtë i bashkëshortit, bashkëshortes në fushat e pasigurta të tij ose të saj mund të jetë në pritje të fjalëve tuaja inkurajuese. Elisona kishte pasur gjithmonë dëshirë të shkruante. Në fund të studimeve universitare, ajo vendosi të ndiqte disa kurse për gazetari. Shpejt kuptoi se kënaqësia që merrte kur shkruante ishte shumë herë më e madhe se interesi i saj për historinë, e cila ishte dega në të cilën do diplomohej. Tani më ishte tepër vonë për të ndryshuar degën, por pasi mbaroi universitetin dhe sidomos pas lindjes së fëmijës së saj të parë, ajo shkroi një sër artikuj. I dërgoi një artikull një reviste dhe kur i erdhi një përgjigje negative, nuk e gjeti më kurajun për të dërguar një tjetër. Tani që fëmijët ishin rritur dhe kishte më shumë kohë të lirë për veten, Elisona kishte filluar të shkruante sërish. Kiti, bashkëshorti i saj, nuk i kishte kushtuar shumë rëndësi shkrimeve të saj në fillimet e martesës së tyre. Ishte tepër i zënë me profesionin e tij dhe ishte mbërthyer nga presioni për të ngjitur shkallët e karrierës në korporatën ku punonte. Megjithatë, me kalimin e kohës, ai kishte kuptuar se thelbi i jetës nuk gjendej tek arritjet profesionale, por tek marrëdhëniet. Ai mësoi t'i kushtonte më shumë vëmendje Elisonës dhe interesave të saj. Kështu, krejt natyrshëm, një natë u ngrit, mori një nga artikujt e bashkëshortes dhe e lexoi. Pasi e mbaroi, shkoi menjëherë në studion e së shoqes, ku ajo po lexonte një libër. Me entuziazëm të madh i tha: "Nuk dua të të ndërpres kur je duke lexuar, por këtë nuk mund ta mbaj për vete. Sapo lexova artikullin tënd me titull Si të përfitosh më shumë nga festat. Elison, je një shkrimtare shkëlqyer. Materialet të tilla duhen botuar me do e mos. Stili yti të shkruarit është shumë i pastër. Fjalët e tua krijojnë imazhe që unë mund t'i imagjinoj fare lehtë. Ke një stil mahnitës. Duhet t'ja dërgosh ndonjë reviste këto artikuj me patjetër." "Vërtet mendon kështu?" ja ktheu Elisona duke hezituar. "Sigurisht," ju përgjigj Kiti, "po të them se është shkruar shumë bukur." Kur Kiti u largua nga studioja, Elisona e la menjëherë leximin. Me librin e mbyllur në prehër, u mendua për rreth gjysmë ore për fjalët që sapo i kishte thënë bashkëshorti. Pyeste veten nëse edhe të tjerët do të mendonin njësoj si ai. Ju kujtua përgjigja negative që kishte marrë një vit më parë nga revista, por arsyetoi se tani më do ta gjykonte një person tjetër. Edhe stili i saj të shkruarit ishte përmirësuar ndërkohë. Tani më kishte më shumë përvojë. Para se të çojë nga karrigja për të pirë ujë, ajo i kishte marrë një vendim. Do t'i dërgonte artikujt që kishte shkruar në disa revista të ndryshme për të parë nëse do të botoheshin. Këto fjalë inkurajuese, Kiti ja kishte thënë para disa vjetësh. Tashmë Elisona ka botuar një sër artikujsh dhe sapo ka firmosur një kontratë për të shkruar një libër. Sot ajo shkruan shumë mirë, por duheshin pikërisht fjalët inkurajuese të bashkëshortit të saj për ta frymëzuar që të hidhte hapin e parë në procesin e lodhshëm të botuarit një artikull.
Ndoshta bashkëshortja juaj ka një potencial të fshehur në një apo shumë fusha të jetës. Ky potencial mund të jetë në pritje të fjalëve tuaja inkurajuese. Ndoshta ajo mund të ketë nevojë të ndjekë një kurs për ta zhvilluar më tej potencialin e saj, ndoshta ai ka nevojë të njihet me njerëz që ja kanë dalë mba në fushën në fjalë, njerëz që mund ta ndihmojnë të mësojnë hapat që duhet të ndjek. Fjalët tuaja mund t'i japin bashkëshortit apo bashkëshortes tuaj kurajën e nevojshme për të hedhur hapin e parë. Ju lutem, është e rëndësishme të kuptoni se nuk po ju them t'ju ushtroni presion bashkëshortit tuaj për të bërë diçka që e doni vetë ju. Ajo çka dua të theksoj është që t'i inkurajoni për t'i zhvilluar më tej interesat që ata i kanë prej kohësh. Për shembull, gruaja mund t'ju ushtrojë presion burrit për të kërkuar një vend pune më fitimprurës. Ajo mendon se po e inkurajon, por atij kjo kërkesë ngjan më shumë si një ndëshkim. Por nëse ai ka dëshirën dhe motivimin e duhur për të kërkuar një pozicion më të mirë, këto fjalë do ta përkrajnë më shumë dhe do t'i japin vendosmëri. Në momentin që ai nuk e ka këtë dëshirë, këto fjalë do të duken paragjykuese dhe do të nxisin vetfajsimin brenda tij. Në vend të dashurisë, do të shprehnin refuzim. Megjithatë, nëse ai thot ka menduar të hap një biznes me shumë punëtorë të profileve të ndryshme, ajo ka mundësi t'i thot atij fjalët inkurajuese. Ato më me vend do t'ishin, mund të them vetëm një gjë, nëse ti vendos ta bësh këtë, do të kesh shumë sukses. Kjo është një nga gjërat që vlerësoj më shumë tek ti. Kur i vë një synim vetes, ja del gjithmonë mban. Nëse kjo është ajo që do të bësh, unë do të bëj çmos për të ndihmuar. Fjalë të tilla mund ta nxitin atë të ketë kuraj për të hartuar menjëherë një listë me klientë të mundshëm. Inkurajimi kërkon ndjeshmëri. Ju duhet ta shikoni botën nga këndvështrimi i bashkëshortit tuaj. Fillimisht duhet të mësojmë çfarë është e rëndësishme për të. Vetëm atëherë mund ta inkurajojmë si duhet. Nëse përdorim inkurajimin verbal, atëherë po përpiqemi të komunikojmë me fjalë si më intereson, jam me ty, si mund të të ndihmoj. Kështu përpiqemi t'i tregojmë se kemi besim tek ai dhe aftësitë e tij. Po japim merita dhe po e miklojmë. Shumë prej nesh kanë më shumë potencial nga sa mund ta imagjinojmë apo na jepet mundësia për ta nxjerrë në pa. Shpesh ajo që na pengon është mungesa e kurajës. Një bashkëshorte e dashur shumë shpejt mund luajë rolin e një katalizatori të rëndësishëm. Sigurisht që fjalët inkurajuese jo gjithmonë mund të shprehen me lehtësi, ndoshta nuk është kjo gjuha juaj e parë e dashurisë. Nga ju mund të kërkojnë përpjekje të mëdha për ta mësuar këtë gjuhë të dytë. Kjo mund të jetë e vërtet në rastin kur e keni zakon të shprehni më shumë fjalë kritikuese apo ndëshkuese, por ju siguroj se ja vlen ta provoni. Fjalët e mira. Dashuria është e mirë. Nëse do ta komunikojmë dashurinë në mënyrë verbale, duhet të përdorim fjalë të mira. Kjo ka të bëjë më së shumti me mënyrën se si ne flasim. E njëjta fjali mund të ketë kuptime të ndryshme në varësi të mënyrës se si e shprehni atë. Kur fjalia të dashuroj thuhet me mirësi dhe ëmbëlsi, mund të jetë vërtet një shprehje e çiltër e dashurisë. Por në rastin kur themi të dashuroj, shenja e pikësimit është ajo që u ndryshon tërësisht kuptimin këtyre fjalëve. Ndonjëherë fjalët tona kanë një kuptim, por toni i zërit u jep një kuptim krejt tjetër. Po japi mesazhe të dy fishta. Bashkëshortja apo bashkëshortja jon do ta interpretojë këtë mesazh duke u bazuar në tonin ton të zërit, jo tek fjalët që përdorim. Nëse fjalia do t'i laja me kënaqësi e në të sonte, do të thuhej me një ton zëri të irrituar si do t'i laj unë në sonte me kënaqësi, shumë kënaqësi, nuk do të interpretohej si një shprehje dashurisë. Por nga ana tjetër mund të ndajmë lëndimin, dhembjen dhe madje edhe inatin që ndjej me personin tjetër dhe kjo mund të jetë një shprehje dashurisë. Nëse fjalia unë ndjeva e zhgënjur dhe e lënduar që ti nuk më ndihmove sonte, thuhet në një mënyrë të çiltër dhe me mirësjellje,
mund të jetë gjithashtu një shprehje e dashurisë. Personi që flet kërkon të kuptohet nga partneri. Ajo është duke hedhur hapat bazë për të ndërtuar intimitetin mes tyre, duke ndarë me të ato që ndjen. Ajo po kërkon një mundësi për të diskutuar gjërat që e lëndojnë në mënyrë që të gjejë shërim. Nëse të njëjtat fjalë thuhen me zë të lartë dhe të sertë, atëherë nuk është shprehje e dashurisë, por kritik dhe gjykim. Mënyra se si ne flasim është jashtëzakonisht e rëndësishme. Një dietar dikur ka thënë, një përgjigje e butë e zbut inatin. Kur bashkëshorti juaj është i inatosur, i mërzitur dhe është duke thënë fjalë në inat e sipër, nuk duhet t'ia ktheni duke u nxehur më tepër, por me një zë të butë. Duhet ta kuptoni se ato që ai po thot janë thjesht shprehje e gjendjes së tij për momentin. Duhet ta lejoni të shprehë lëndimin, inatin dhe perceptimin që ka për ngjarje që ju ka ndodhur. Ju duhet të vini vete në vend të tij dhe t'i shikoni ngjarjet nga këndvështrimi i tij. E më pas të shpreheni me butësi dhe mirësi duke i treguar se e kuptoni pse ndihet ashtu. Nëse gabimi është i juaj, duhet jeni të gatshëm të pranoni që keni gabuar dhe të kërkoni falje. Në rastin kur motivi juaj ndryshon nga i tij, përpiquni t'i shpjegoni me mirësjellje pse jeni shtyrë ta bëni atë veprim. Duhet të kërkoni mirëkuptim dhe pajtim, jo të vërtetoni se perceptimi juaj është mënyra e vetme logjike për ta interpretuar atë që ka ndodhur. Kjo është dashuria e pjekur, dashuria që ne aspirojmë të ndërtojmë nëse duam një martesë që të zgjas. Në dashuri nuk mbahen llogaritë e gabimeve, në dashuri nuk përmenden dështimet e së shkuarës. Asnjë nga ne nuk është i përsosur. Në dashuri jo gjithmonë bëjmë më të mirën apo atë çka është e duhura. Shpesh ka ndodhur që bashkëshortëve t'u kemi thënë fjalë që i kanë lënduar. E shkuara nuk mund të fshihet. Ajo çka ne mund të bëjmë është ta pranojmë dhe të bijmë dakord se ka qenë e gabuar. Mund të kërkojmë falje dhe të përpiqemi të sillemi ndryshe në të ardhmen. Pasi kam pranuar gabimin tim dhe kam kërkuar falje, nuk mund të bëj më shumë se kaq për të lehtësuar dhembjen që mund t'i kem shkaktuar bashkëshortes. Në rastin kur bashkëshortja ime ka gabuar ndaj meje dhe ma ka rrëfyer këtë gjë me dhembje duke më kërkuar falje, mundësitë e mia kanë qenë dy: t'i kërkoja drejtësi ose ta falja. Në rastin kur vendos të kërkoj drejtësi, në mënyrën që ajo do ta paguaj me të njëjtën monedhë, atëherë unë e vë veten në rolin e gjykatësit, ndërsa atë në të kriminales. Intimiteti në këtë rast shndërrohet në diçka të pamundur. Por nëse zgjedh ta fal, intimiteti mund të shndërrohet dhe mund të vendoset sërish mes nesh. Të falësh është një nga mënyrat për të dashuruar. Habitem se sa njerëz e ngatërojnë të kaluara me të tashmen. Ata këmbëngulin ta jetojnë të sotmen duke diskutuar për dështimet e së djeshmes dhe duke e bërë këtë shkatërrojnë një ditë e cila mund të jetë e mrekullueshme. Nuk arrita besoj si e bëre këtë, kam frikë se nuk do të harroj kur dot këtë, nuk e ke idenë se sa e lënduar jam, nuk arrita kuptoj se si më rri ullur aty rehat, basi më trajtove në atë mënyrë. Tani duhet të ishe duke më ullur në gjunjë dhe duke më kërkuar falje, nuk e di nëse do të ta fal ndonjëherë. Këto nuk janë fjalë dashurie, por fjalë të nxitura nga hidhërimi, nga inati dhe nga hakmarrja. Gjëja më e mirë që mund të bëjmë me dështimet e së kaluarës është t'i lëmë në të kaluarën. Po, ndodhi. Sigurisht jeni lënduar shumë. Ndoshta mund t'jeni ende të lënduar, por tashmë ajo e ka pranuar gabimin dhe ju ka kërkuar falje, ajo apo ai. Ne nuk mund ta zhdukim të kaluarën me magji, por mund të pranojmë që ajo mbetet pas. Mund të zgjedhim që të sotmen ta jetojmë të çliruar nga zhgënjimet e së djeshmes. Falja nuk është ndjenjë, por angazhim. Edhe një herë, falja nuk është ndjenjë, por angazhim. Është një zgjedhje për të treguar mëshirë, jo për t'i kujtuar tjetrit se çfarë ka bërë. Të falësh është një mënyrë për të shprehur dashurinë. Të dua,
Unë shqetësohem për ty dhe zgjedh të fal. Edhe pse jam ende i lënduar, nuk do të lejoj që ajo që ndodhi të ndikojë në marrëdhënien tonë. Shpresoj të mësojmë nga kjo përvojë. Ti nuk je një dështake, vetëm se dështove në këtë rast. Je bashkëshortja ime dhe së bashku do të vazhdojmë të ecim këtej jetutje. Këto janë fjalë vlerësuese të shprehura me anë të dialektit të fjalëve të mira. Fjalët e thjeshta. Në dashuri bëhen kërkesa, nuk jepen urdhra. Nëse urdhëroj bashkëshorten time për diçka, unë shndërrohem në prind, ndërsa ajo në fëmijë. Në fakt, vetëm një prind mund t'i thot fëmijës 3 vjeçar se çfarë mund të bëj ose jo, ose më mirë ato që duhet të bëj. Kjo është shumë e nevojshme sepse një fëmijë 3 vjeçar nuk di ende si të lundrojë në ujërat e pabesat e jetës. Ndërsa në martesë jemi të barabartë, jemi partner të rritur, nuk jemi të përsosur për të qenë gjithmonë të sigurt, por jemi të rritur dhe partner. Nëse do të ndërtojmë një marrëdhënie intime, duhet të njohim dëshirat e njëri tjetrit. Nëse duam ta dashurojmë njëri tjetrin, është e nevojshme të dimë dhe çfarë dëshiron personi tjetër. Po kaq e rëndësishme është edhe mënyra se si ne i shprehim këto dëshira. Nëse ato përcillen si urdhra, e kemi humbur mundësinë për të krijuar intimitet dhe bashkëshorti do të largohet. Megjithatë, nëse i pasqyrojmë nevojat dhe dëshirat tona në formën e kërkesave, jemi duke dhënë udhëzime, jo ultimatume. Një bashkëshort që i thot gruas, mund gatuash ndonjë nga këto darka makarona siç ti t'i bësh vetëm ti? Është duke udhëzuar të shoqen se si ajo ta dashuroj dhe si rrjedhim të krijojë intimitet. Nga ana tjetër, bashkëshorti që thot, a ka mundësi të ham një herë si njerëz në këtë shtëpi? Po sillet si adoleshent, është duke dhënë një urdhër dhe me gjas se shoqja do t'ja kthejë në të njëjtën mënyrë. Mirë, gatuaj vetë po desha. Bashkëshortja që thot, të lutem, a mund t'i pastrosh ulluqet në fundjavë? Është duke shprehur dashuri, ndërsa bashkëshortja që thot, nëse si pastron tani ulluqet, do të bien fare, po rriten pemët si për tyre. Nuk dashuron më dhe është ndëruar në një bashkëshorte dominuese. Në momentin që i bëni një kërkesë bashkëshortit tuaj, njëherë jeni duke vlerësuar aftësitë e tij apo të saj. Praktikisht po i tregoni se ai ose ajo ka ose po bën diçka me shumë kuptim dhe vlerë për ju. Në rastin kur vetëm jepni urdhra, jeni shndërruar në një tiran, nuk jeni më një person i dashuruar. Bashkëshorti nuk do të ndihet më i vlerësuar, por i nënvlerësuar. Kërkesa përfshin edhe elementin e zgjedhjes. Bashkëshorti apo bashkëshortja mund të zgjedhë të përgjigjet kërkesës suaj ose ta refuzojë atë, sepse dashuria është gjithmonë një zgjedhje. Kjo është ajo çka i jep kuptim asaj. Fakti që unë e di se bashkëshortja ime më dashuron ajsa për t'ju përgjigjur një prej kërkesave të mia, nënkupton se ajo interesohet për mua, më respekton, më admiron dhe se do të bëj diçka për të më kënaqur. Kurse si nuk mund të përcjellim dashuri emocionale me anë të një urdhri. Në fakt, bashkëshortja ime mund edhe t'u bindet urdhrave të mia, por kjo nuk është shprehje dashurie. Është një veprim i shtyr nga frika, faj apo nga ndonjë lloj tjetër emocioni, por jo nga dashuria. Si rrjedhoj, kërkesa i lë hapësirë mundësisë për të shprehur dashurinë, ndërsa urdhri e mbyt këtë mundësi. Mënyra të tjera vlerësimi. Fjalët vlerësuese janë një nga 5 gjuhët themelore të dashurisë. Megjithatë, pjesë të një gjuhe janë edhe një sër dialektesh. Disa prej tyre i kemi diskutuar tashmë, por ka edhe shumë të tjera. Mbi këto dialekte janë shkruar shumë vëllime me libra dhe një sër artikujsh. Të gjitha këto dialekte kanë të përbashkët përdorimin e fjalëve vlerësuese për bashkëshortin, bashkëshorten. Psikologu William James ka thënë se nevoja më e madhe një qenie njerëzore është të ndihet i vlerësuar. Fjalët vlerësuese mund ta plotësojnë këtë nevojë për shumë individ. Nëse jeni një femër apo një mashkull fjalë pak dhe kjo nuk është gjuha juaj e parë e dashurisë,
por mendoni se është e bashkëshortes suaj, ju sugjeroj të mbani një blok të vogël shënimesh dhe ta titulloni fjalët vlerësuese. Sa herë të lexoni një artikull apo një libër që flet për dashurinë, mbani shënim fjalët vlerësuese që lexoni në të. Sa herë që dëgjoni një leksion për dashurinë ose një mik që thot diçka të mirë për dikë, mbajeni shënim. Me kalimin e kohës, do të krijoni një listë të gjatë me fjalë të cilat mund t'i përdorni për t'i komunikuar dashurinë bashkëshortit tuaj. Ndoshta mund të provoni edhe një teknik tjetër duke përdorur fjalë vlerësuese jo të drejtë për drejta. Kjo do të thotë të shprehni gjëra pozitive për bashkëshortët tuaj kur ai ose ajo nuk janë të pranishëm. Është e sigurt se dikush tjetër do t'ja përcjell këto fjalë dhe ju do të merrni merita të plota, të cilat do të shpërblehen me dashuri. Thojini vjehrës suaj se sa të mrekullueshme e ka vajzën e saj. Kur ti tregoj së bijes çfarë i keni thënë, fjalët do të jenë edhe më të zmadhuara dhe ju do të merrni më shumë merita. Vlerësojeni bashkëshortin ose bashkëshorten tuaj edhe para njerëzve të tjerë kur janë dhe vetë të pranishëm. Sa herë që ju miklojnë publikisht duke ju nderuar me fjalë të mira, sigurohuni që t'i ndani meritat me bashkëshortin tuaj. Por mund edhe të provoni të shkruani vetë fjalë vlerësuese. Fjalët e shkruara kanë një avantazh sepse mund të lexohen dhe të rilexohen. Para shumë vjetësh, kur ndodhesha në Little Rock, Arkansas, mora një mësim të rëndësishëm mbi fjalët vlerësuese dhe gjuhët e dashurisë. Bashkë me Billin dhe Betty John e vizituam atë vend një ditë të bukur pranvere. Ata jetonin në një shtëpi me obor, të rrethuar me gardh të bardhë. Bari ishte i gjelbër dhe lulet e pranverës ishin në kulmin e qeljes. Ishte një pamje idilike. Megjithatë, ky idealizëm mori fund teksa shkela brenda në shtëpi. Martesa e tyre po shkatrohej. Pasi kishin kaluar 12 vjet nga dita e dasmës dhe ishin bërë me 2 fëmijë, ata kishin filluar të pyesnin veten pse ishin martuar bashk. Nuk binin dakord për asgjë. E vetmja gjë për të cilën binin dakord të dy ishte që i donin shumë fëmijët. Teksa zbuloja më shumë detaje për historinë e tyre, fillova të kuptoja se Billy ishte i fiksuar pas punës së tij dhe nuk i mbetej shumë kohë për Betty John. Betty Jo punonte me kohë të pjesshme sa për të dalë nga shtëpia. Metoda e tyre e përballimit të situatës ishte tërheqja. Ishin përpjekur të krijonin distancë mes tyre, në mënyrë që konfliktet të mos u dukeshin kaq të mëdha. Megjithatë, etiketat e të dyja gotat e tyre të dashurisë lexonte bosh. Më rrëfyen se kishin shkuar edhe te një këshillues martesor, por marrëdhënia e tyre nuk ishte përmirësuar. Ata merrnin pjesë në seminare që organizoja unë mbi dashurinë. Të nesërmen do të largohesha nga qyteti i tyre. Me gjas, ky do t'ishte takimi imi i vetëm me Billin dhe Betty John. Vendosa të përdorja të gjitha armët e mia. Kalova me orë të tëra duke folur vetëm për vetëm me secilin. Dëgjova me vëmendje të dyja versionet e historisë. Zbulova se pavarësisht nga zbrastia në marrëdhënien e tyre dhe shumë mosmarrveshjeve, ata vlerësonin ende disa gjërat e njëri tjetri. Billy e pranonte se ajo është nënë e mirë, një shtëpiake shumë e zonja dhe kuzhiniere e shkëlqyer kur vendos të gatuaj. Por, vazhdoi edhe më tej, nuk ndjej asnjë lloj ndjenje dashurie prej saj. Punoi sa më del shpirti dhe nuk ndjehem as pak i vlerësuar. Gjatë bisedës me Betty John, ajo e pranoi se Billy ishte punëtor dhe i siguronte gjithçka, por u ankua se ai nuk bënte asgjë në shtëpi për ta ndihmuar apo për t'i kushtuar asaj sadopak kohë. Çfarë kuptimi kishte që kishin një shtëpi, një rulot me rimorkjo dhe gjithçka tjetër nëse nuk i shijonin kurrë së bashku? Pas informacioneve që mora, vendosa t'i këshilloja duke i dhënë vetëm një sugjerim secilit prej tyre. I thash veç e veç Billy dhe Betty Jo's se secili prej tyre kishte në dorë çelësin për të ndryshuar klimën emocionale të martesës së tyre. U thash,
Ky çelës është të shprehni me fjalë vlerësimin për gjithçka dhe për të gjitha gjërat që pëlqeni tek personi tjetër. Për momentin, lërini mënjan ankesat për gjërat që nuk ju pëlqejnë. Analizua me kujdes komentet pozitive që ata kishin dhënë për njëri tjetrin dhe i ndihmova të shkruani një listë me këto karakteristika pozitive. Lista e Billit përqendroi te aktivitetet e Betty Joss me rolin e nënës, si shtëpiake dhe në ato të gatimit. Lista e Betty Joss përqendroi tek puna e madhe e Billit, te siguria financiare që ai ofronte për familjen. Lista u hartua në mënyrë shumë specifike. Lista e Betty Joss kishte një përmbajtje të tillë. Nuk ka munguar asnjë ditë në punë për 12 vjet me radhë. Ai është agresiv në profesion. Përpiqet të gjejë mënyra të reja për të qenë më produktiv. I paguan faturat e shtëpisë çdo muaj. Është menaxher financiar i zoti. Para 3 vjetësh na bleu një rulot me rimorkjo. Vazhdon të bëj punët e kopshtarisë ose punëson tikë për t'i bërë. Është shumë bujar me financat e tij. Hedh mbeturinat 1 herë në muaj. Është dakord që unë t'i përdor parat që marr nga puna ime me kohë të pjesshme për të plotësuar dëshirat e mia. Lista e Billit kishte një përmbajtje të tillë. Rregullon çdo ditë shtretërit, e mban shtëpinë të pastër dhe të rregullt, i nis fëmijët për në shkollë çdo ditë pasi u ka gatuar një mëngjes të mirë. Gatuan darkë rreth 3 herë në javë. Blen ushqimet, ndihmon fëmijët me detyrat e shtëpisë, i shoqëron fëmijët në shkollë dhe në aktivitetet e kishës, i jep mësim në klasën e parë në shkollën e së dielës në kishë, çon veshjet e mia në pastrim kimik. Unë u sugjerova që në listë të përfshinin edhe gjëra që i kishin vënë re javë më përpara. U sugjerova gjithashtu që 2 herë në javë të zgjidhnin një nga karakteristikat e tyre pozitive dhe t'ia shprehnin partnerit me anë të vlerësimit me fjalë. U dhash edhe një udhëzim të fundit. I thash Betty Joss se nëse ndodhte që Billi t'i bënte një kompliment, ajo nuk duhet të reagonte duke i bërë gjithashtu një kompliment, por t'i thoshte thjesht faleminderit që ma the. Të njëjtën gjë i thash edhe Billit, i inkurajova ta bënin diçka të tillë çdo javë për 2 muaj rresht dhe nëse vinin re se kjo i ndihmonte, duhet të vazhdonin më tej. Nëse ky eksperiment nuk do t'i ndihmonte për të përmirësuar klimën emocionale në martesën e tyre, duhet ta konsideronin këtë si një përpjekje tjetër të dështuar. Ditën tjetër, i hipa avionit dhe u ktheva në shtëpi. Mbajta shënim diku se duhej t'i telefonoja Billit dhe Betty Joss pas 2 muajsh për të marrë vesh se çfarë kishte ndodhur me ta. Në mes të verës vendosa t'u telefonoja. Kërkova të flisja veç e veç me secilin prej tyre. U befasova kur mora vesh se qëndrimi i Billit kishte ndryshuar shumë dhe ai kishte hedhur një hap gjigant përpara. E kishte marrë me mend se unë i kisha dhënë Betty Joss të njëjtën këshill si atij, por fakti që kishte ndodhur e kundërta nuk përbënte asnjë problem për të. Kjo gjë i pëlqeu shumë. Ajo kishte filluar të shprehte vlerësimin për punën e tij të madhe dhe sigurinë financiare që i ofronte familjes së tij. Ajo më bëri të ndihem sërish burr. Kemi ende shumë rrugë përpara, doktor Chapman, por mendoj se jemi në rrugën e duhur, më tha ai. Megjithatë, pasi bisedova me Betty John, kuptova se ajo kishte hedhur vetëm një hap të vogël përpara. Më tha: "Marrëdhënia jonë është përmirësuar, doktor Chapman. Billi po më bën komplimente siç i sugjeruat ju dhe besoj se është i sinqert, por vazhdon të mos kaloj kohë me mua. Është ende shumë i zënë me punë dhe nuk i mbetet kohë për të qëndruar së bashku." Teksa dëgjoja Betty John, kuptova se kisha bërë një zbulim shumë domethënës. Gjuha e dashurisë së një personi nuk është domosdoshmërisht e njëjtë me atë të personi tjetër. Ishte më së e qartë se gjuha e parë e dashurisë për Billin ishin fjalët vlerësuese. Ai ishte shumë punëtor dhe i pëlqente të punonte, por ajo çka dëshironte më shumë ishte që gruaja e tij ta shprehte vlerësimin për punën që ai bënte.
Me gjas, ky model ishte përcaktuar që në fëmijëri dhe nevoja për vlerësimin me fjalë ishte po aq e rëndësishme edhe tani që ai ishte rritur. Ndërsa nga ana tjetër, Betty Jo kërkonte dëshpëruar diçka krejt ndryshe. Ja pse tani do të flasim për gjuhën e dytë të dashurisë. Radha juaj. Ndani me bashkëshortët apo bashkëshortet rastet kur fjalët kanë pasur ndikim të madh në jetën tuaj, si në aspektin negativ, ashtu edhe në aspektin pozitiv. Nëse bashkëshorti apo bashkëshortja juaj flet gjuhën e dashurisë, fjalët vlerësuese. Për t'i kujtuar vetes se fjalët vlerësuese janë gjuha e parë e dashurisë për bashkëshortin tuaj, bani shënim fjalët e mëposhtme në një letër të vogël dhe vendoseni në pasqyrë ku mund ta shikoni çdo ditë. Fjalët janë të rëndësishme. Fjalët janë të rëndësishme. Fjalët janë të rëndësishme. Për një javë rresht, bani shënim të gjitha fjalët vlerësuese që i keni thënë bashkëshortit tuaj çdo ditë. Për shembull, të hënën i thash, këtë vakt e ke gatuar në mënyrë të shkëlqyer. Duke shumë bukur me këtë veshje. E vlerësoj shumë faktin që more rrobat e mia nga pastrimi kimik. Të martën i thash, e të tjera. Do të befasojeni se sa mirë apo keq po e flisni gjuhën e fjalëve vlerësuese. Vërini synim vetes që t'i bëni bashkëshortit tuaj nga një kompliment të ndryshëm çdo ditë për një muaj rresht. Nëse një moll në ditë i fu doktorit frikën, atëherë ndoshta një kompliment në ditë i thot këshillueset martesor ik. Ndoshta është më mirë që këto komplimente t'i mbani shënim që të mos përsërisni veten me shprehjet që thoni. Kur shikoni televizor apo dëgjoni bisedat e personave të tjerë, përpiquni të dëgjoni fjalët vlerësuese që përdorin të tjerët. Shkruajini këto konstatime vlerësuese në një blog ose ruajini në mënyrë elektronike. Lexojini her pas here dhe përzgjidhni ato që mund të përdorni me bashkëshortët tuaj. Nëse përdorni një prej tyre, mbani shënim datën kur e keni përdorur. Bloku i shënimeve mund të shndërrohet në librin tuaj të dashurisë. Mos harroni, fjalët janë të rëndësishme. Shkruajini bashkëshortit një letër, një paragraf ose një fjali dashurie. Jepja një parën shumë në sy apo duke shndëruar në diçka gjigante atë që po bëni. Një ditë mund ta gjeni këtë letër të fshehur në një vend veçantë. Fjalët janë të rëndësishme. Bëjini komplimente bashkëshortit në prani të prindërve ose miqve tuaj të përbashkët, apo të tij apo të saj. Do të vlerësoheni më shumë. Bashkëshorti do të ndjehet i dashuruar dhe prindrit do të ndjehen me fat që kanë një dhëndër apo një nuse kaq të mrekullueshme. Gjeni pikat e forta të bashkëshortit apo bashkëshortes suaj dhe tregojuni se sa i vlerësoni. Me shumë mundësi, ai ose ajo do të bëjë të pamundur për të ruajtur reputacionin. Thojuni fëmijëve tuaj sa të mrekullueshëm janë nëna apo babai i tyre. Këtë duhet ta bëni fshehur as i bashkëshortit apo bashkëshortes, por edhe në prani të tyre.